Nga e merrnit informacionin ju? Lexonit buletine, dëgjonit radio, nga e merrnit informacionin? Hajro Limaj, lufta e ftohtë dhe Shqipëria 2013, fjalë pak dhe antologjia e vërtet e historisë Shqipërisë, hapeni në Google e keni shkruar. Qa shpjegon ai? Këtu nuk është problemi individësh. Këtu është problemi që bita dhe tarë të Shqipërisë dhe bijat së bashku kanë qenë tepër të vendosur, tepër të kushtuar dhimbje dhe në jetës për realizimin e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare. Kur duhet pranuar një pyetje shtonë libru, si ishte mundur 45-1910 gjithë diaspora politike dhe ekonomike e arratisur jashtë shtetit, e mbështetur nga gjeturet të huaj, CIA, UDB e Verdfare, nuk mundën rrëzimin e partisë Pulze Rozhës. Pyetja shumë e thjeshtë. Tjetra. Si ishte mundur 45-19, shtetet kufitare me harta mbi vete dhe Bashkimi Sovjetik mbas u prishkaneve, edhe Amerika, Flota Jashtë Amerikane, desa që mbështetur fare, kishin plane drejt për drejt agresive për Shqipërisë nuk realizuar. Kjo është pyetje e libër. Dhe është argument. Ju i keni dhënë përgjigje? Patjetër. Këtyre pyetjeve. Përgjigja është kjo. Shteti shqiptar masi filloi ngritjen e saj gradualisht, ndërtoi strukturat më të sakta të sigurisë kombëtare, 2 drejtori qendrore. Drejtorinë e zbulimit politik që quhet drejtoria e 3 Ministrisë Brendshme Vasili Kadriazbiut, e vendosur rezidencën e Ministrisë së Jashtme, brenda Kundërisë Jashtme, e cila nëpërmjet kuadrove të saj të zbulimit politik që emëronte nëpër ambasadën sekretarit 3, 2 i parë dhe agjenturës që krijonin ata jashtë shtetit, ndiqte hap pas hapi veprimtarinë e diasporës politike dhe ekonomike dhe agjenturave të huaja për kërcënimin politik i Shqipërisë. Dhe 47, 53, 1170 grupe fare u azizuan. Dhe koha vërtetoi dhe drejtori Blerin të deklaroi që vetëm në Shqipëri kemi dështuar dhe në Irak. Deklaratë zyrtare. Sepse pa u nisur të avioni informacioni këshar Tiranë, pa u nisur 800 grupe që përgatitin në Itali dhe 600 Greqi, 49-54, Shqipëria gjithë gjithçka dhe prandaronte realizimin e misioneve të tyre. E kishim ne këtë fuqi kaq të madhe parandaluese? Ne kishim fuqinë të madhe që merrem informacion në kohën e dur, sepse brenda kësaj veprimtarie kishin futur agjenturën dhe pa marruar planin çfarë do bëj, i kishin anë tavolinë në udhëheqësit shqiptar. Dhe udhëheqësit shqiptar merrte masat e saj për azhësimin e këtyre planeve. Pra edhe në parandalim ishim shumë mirë. Tani, ndërsa drejtoria e dytë ishte drejtoria e zbulimit informativ ushtarak pa brigatave. E ndarë nga ministria më vete. Kjo drejtori kishte mision të ndiqte veprimtarinë politike dhe ushtarake të shteteve të cilat bëjnë kërcënim ushtarak. Ajo kishte vërsi politike tjetra. Kjo kërcënim ushtarak. Pra, rreziku që mund të vinte Shqipërisë nga agresion nga Jugosllavia, nga Greqia, nga Italia, flota e gjashtë amerikane me zë dhe flota ruse me zë. Dhe me thellë. Dhe ndiqje komplet nga koka në shtab përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes së Shtetit përkatëse deri te batalioni aty bëjnë lidhje fare. Dhe më poshtë. Dhe u lëvizte dhe skuadra në drejtim të Shqipërisë, ne merrem dhe sigurojmë informacione të plota. Syri dhe veshi i kombit shqiptar. Për te kufirit të Shqipërisë.